Po gruan si e njohë? Si e njohë me lajmësi, valla, nuk marrëm neve me dashuri, si jemi me dashuri. Si e me dashuri? Jo, jemi lajmësi. Digjo, po ti kishe bërë dashuri për para se të njëtë? Jo, absolutisht. Jo, absolutisht. Ishe besnik? Po, besnik. Besnik që pa u martuar? Pa martuar. S'ke. Po pse, nuk lejohet bëjë dashurin atë ko? Ore, lejohet, s'lejohet, unë këtë ndërgjeje kishja. Kaq. Po kush të njohu? Po, miq. Flet më me atë? Me mikun? Me mikun, po. Po, si është atë me mikun? Qa i dhuru atë? Qa dhe dhuroja në atë kohë, burë. Unë jam martuar u shtarë. Po në fshat nuk ishe para asë njërën që të kishte pëlqyrë më për para? Me sy, të pëlqenj dhe me zëmë, mora mi. Të pëlqenj. Po ja që nuk ishin mijat, ishin të atyre që i morën. Ajo ka qenë gjeloze? Kush? Gruaja. Po se kam lënë vetëm të jetë gjeloze. Pse e bën mashkulli? Po mashkulli, po sa kupton ajo në djali gjajnë, di si të kupton atë qast kupton. Vërtet, e? Ui, sa të vesh, të kupton ajo, që kjo sot e ha. Qarë thua? Po mirë ti ngajt di që të kupton ajo. Se ti më thua s'ke bërë gjë? Po të kupton djeli orë basë. Kupton djeli. Po do a thua shmirë se një e paske. Një e paske ti. Një e paske, mos mu largo. O arshi. Digjo, duan më të bëhen të rinjt çoban? Rinia nuk i do djallë. Ti më thua muaj që s'duan të bëhen, po ti djem ti ke bërë. Djem të mi, djo të ashti. Ecim ndërkose. Po, alash. Jo se do vim baktit, do i para baktit, do i marrë çoban. Do t'i marrësh baktit. Po mirë, qumshtin e zbritën? Qumshtin e quam ne, ja da ngarkojmë atje bashkë baktit. Oke, ngarkojmë bashkë, mirë. Po. Se doja që të ndihmoja, për dhe. Djem, ja erdhe. Djali voglej. Ai është djali vogël. Ai është i pamartuar. Ai është i pamartuar. Ky është i vogël i pamartuar. Po si e kërkon që t'ja gjej? Unë dhe jam marrë si që ka martuar 12 me lajmësi, ua kam gjetur me lajmësi me misi. Miku një herë bëhet o mikë. Miku nuk të rrojë të racë. Shqiptari, do të marrë shqiptari. Unë e këtë jam. Më the 4 fëmijë, 3 djem. Dhe një vajzë. Dhe një vajzë. Po. I paç me jetë. Kë këtë madhin, atë që takuam lakë, që përshëndetë. Me atë që kam baktit. Këtë këtë voglim? Ky është i vogli pa martuar. Po vajzën e ke më të vogël? Vajza është e martuar. A vajzën e ke të martuar, e? Po, ka 2 fëmijë. Ka martuar. Vajzës do t'i lësh gjë? Jo në ashti. Fëmijët të tërë njësoj janë. Po. Po, ne kemi atë traditë që valëm djeme. A traditët e kemi që valëm djeme. Nuk u japëm të dorëve neve. Ne. Po me dhëndrin si e ke marrëdhënien? Shumë mirë e kam. Vajzën e kishe me qef? Sigur jo. Fëmijët janë të Zotit. A pra. Jo. Si ishe nga ata që jo? Jo, mua mi dha Perëndia, po të kishte dhënë akoma, do bëj akoma. Po pse nuk të dha? Po aq bëri groja, kaq kishte. Kaq bënte. Kaq kishte. Sa doje ti? Sa më shumë. Sa më shumë haq më mirë, nuk ke humbje nga fëmia. Sa kishe qef? Me zemër të bëja 6. 6 fëmijë, ë? 6 fëmijë. Me zemër. Edhe 2 çuna tjera apo dhe 2 goca? Qa dilin. Atë s'jam unë. Qa dalë. Mirë. Jo, s'esh martuar. A, s'esh i martuar? Ja. Po këti si ke gjetë në një me lajmës? Lajmës? Po të më thot jam gati. Do të gjihun të. Këta marri me dashuria, po që mund keti me këtë? Shiko të ashtë. Ta marrë si të doj. Po. Vetë ta marrë shqiptare. A, mirë. Unë jam me këtë. Të jetë shqiptare, brënda kofi. Semi raciste. Jo, të jetë shqiptare, pa fe letë këtë qa dojë feje. Çdo gjë, feja shqiptarit të shqiptarizmi. Kaq. Pse të ngacmon, të ngacmon? Jo, kur i vjen una ime i gjyra. Të zëkoka, a? Jam smur, vete flatje. Çfarë thua? Nuk flo poshtë e shtëpisë, se kam të vej poshtë do shohë në shtëpi. Zëkokën. Si quhet? Si quhesh? Adem, emri babajt. Adem, emrin e babajt. Emri e babajt. Por dallavera gjitha fëmija, dallavera gjitha. Ja, kam djallë e math orat për ndi. Ai nuk flet. Ja, kam orat. Nuk të ngacmon si Adem. Jo, në këtë se ky është i vogli për krelu. Po. Është i vogli. Më thot e jema, mos këfol, thot mos e do e jema shumë. Se ka të vogli.
Unë i kam thënë kaq, nëse ky do më vërtet grua shqiptare, unë ja lë të tërë Sa kapitalistin. Adem, e pyeta unë i thash sa fëmijë doje? Tha doja shumë. Sa? 6, po sa ke 4? Ku i ka këta 2? Po, ata, jo, shko, ai e mendoj për 6, po kur pa mua, kur bëri mua të fuj, tha, mos ky është për gjitha, e kupton? Nuk ka më. Kjo është za për 3. Shiko, Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.